Shqipe Hysena ishte e ftuar në Live from Tirana, ku ka folur për udhëtimin e saj të fundit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo ka treguar gjithashtu edhe për planet e saj të ardhshme, por edhe mbi jetën private. Çfarë thashë themi ke dëgjuar ande nga Amerika? Ishte pyetja e cila mori një përgjigje shokuese. Shqipja e cila shuhet si njeri që i thot gjërat pa dorashka, përmendi këngëtaren e mirënjohur Parashe Visimaku. Diçka që më ka bërë më tepër përshtypje është që kam dëgjuar që Parashe Visimaku ka qenë një nga ato persona që u merrte burra të tjerave. Po të flas çfarë kam dëgjuar. Kështu ajo ka mbetur rrugëve. Unë nuk e besova, mendova që është femër e bukur, ka pasur karrierë. Po, ka pasur karrierë deri në momentin që familjet nisën të mos e merrnin më. Se shqiptarët e Amerikës flasin me njëri tjetrin shumë. Çfarë di unë di dhe ti. Më kanë thënë që ka ndodhur shumë herë. Nuk po flas për pjesën e artistes, po them për thashetheme që kam dëgjuar.